të listës serbe në KQZ, mos me certifiku, tu e di që ajo certifikohet në BZAP ose eventualisht në Gjykatën Supreme. Qysh ka mundësi me ndiku, qysh ka mundësi me u ndryshu vendimi kur para 2 muajve e keni pas një situatë ku këta votojnë kundër, BZAP-ja ka certifikuar luftu politike. Po këtu është pyetja krenor. A më rëndësishme është kjo? A më rëndësishme është kjo? Lere luftën civile. A më rëndësishme është kjo betejë? A është më rëndësishme betejë politike? A më rëndësishme është betejë politike e vetvendosis me PDK-n, AK-n e LDK-n, apo më rëndësishme janë raportet e Kosovës, raportet e vetvendosis, raportet e Albin Kurtit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Britaninë e Bashkuar. Cila është më e rëndësishme? Betejë politike. Me u krahasu me raporte me miqt kryesorë tonë që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania. Po si kjo ki, nëse ti, po ai jetë ju nuk e ndomë. Nëse vetëvendosja sipas teje është e përdor këtë vetin KQZ për me fajsu PDK, LDK apo AK që janë prezente aty, e merr këtë reagim nga ambasada amerikane, çfarë domi është ky? Çfarë imazhi është i keq është ky? Edhe për Kosovën, e jashtëzakonisht i keq për vetëvendosin dhe për Albin Kurtin. Pra edhe herë po rikthej. Albin Kurti nuk e ka problemin me listën serbe. Më e pas problemin me listën serbe, nesër e merr vendimin dhe kryen, edhe masanej i del bolla Amerikës, Britanisë, kujt do i thot, unë e kam marr vendimin, se i kam argumentet, janë terrorista, çu ku e vendimi. Shkoan kimonu deri në Strasburg atje, edhe realizojnë të drejtën juve. Po nuk e ka këtë problem. Problemin e ka me moj listën serbe këtu, sepse tu e moj listën serbe këtu, ai tenton me fitu vota. Për mua shumë më e rëndësishme është zbatimi i ligjeve dhe kushtetutës, edhe ruajtja e raporteve me Amerikën dhe me partnerë tjerë ndërkombëtar, sidomos edhe Britaninë e Madhe, se sa me bukë si lojra politike të vogla këtu mbrana me partitë tjera shqiptare, vetëm për një grosht vota. Jo, po për ndryshe çfarë nuk ka. Jo, po themi tash te mos respektimi i simboleve, mos respektimi i shtetit. Jo, pa debat se dy herë ndërhyri. Jo, veç le shumë shkurt e kam. Vetvendosja është partia politike që nuk e ka njohur kushtetutën e Kosovës. Vetvendosja është partia politike që flamujt Kosovës i ka thonë flamuj, Lora. Vetvendosja është ajo që s'e ka respektuar hymnin e Kosovës. Vetvendosja është ajo që hala kur hyn kuvend, ditën e konstituimit që flamujin edhe nuk e vën flamuin e shtetit. Vetvendosja është kjo që vet nuk i ka njohur. Dhe tashti, dhe me thonë, na, po flasim për do serba tjerë që s'puna njohin edhe simbolet, kuna. A e di çka është më e rëndësishme? Kur një ministër i Albin Kurtit del deklarativisht thotë Kosova është projekti i përkohshëm. Cila është maminim i shtetit të Kosovës? Përçata? Kur u bë? Apo pas e ka dhënë deklaratën? Apo pas e ka përfunduar mandatin? Krenar Shola. Është largu ai ministër ku e ka bërë këtë deklaratë skandaloze për Albin Kurtit. Ka marrë Albin Kurti edhe 3 vjet në pushtet kur u krye mandati. Tani ka edhe një vjet. Jo, më shumë konstituta se ku i prezantojmë. Është më rëndësishme. Shumë rëndësishme. Se nëse kjo deklaratë ka qenë dëmshme për shtetin, atëherë pse s'është shkarkuar njëri? Katastrofike. Edhe tash ç'të i modim sot më thon. Kur këta Serbian, domethënë, deshëm na janë këtu. Mirë është më unu me integru, mirë është më unu me i boqe, me i zbatu krejt institucionet tona. I obligum, edhe është mirë me ardhe kjo pikë. Mirë po, jo, kur ti dhet nuk i respekton simbolit e shtetit, kur ti dhet nuk i respekton shtetin tënë, a e përdojrë në herë vetëvendosja flamurin e shtetit në fushat elektorale, ose në zyret partisë politike? E vërtet. Pa tash to janë probleme me krenor, tash nuk me thonë që lista serbe spredon flamurin e Kosovës, ku vetëvendosja se dal. Po nuk është për krahasim, a vëdin? Po jo, krahasim është shumë krahasim. Me kërku bashkim kombëtar, edhe me thonë që Kosova dhe Metohia është e njëjtë, është gabim. Se prandaj ai është në Kosova Metohia. Unë e fola për simbole. Po që kjo është narrativa e njëjtë. Po thu ajde në fushat me flamur tjetër. Nuk e përmenda Kosova në Metohia. Po Metohia është narrativa që ti po njeh. Ka vdek ajo. Është gabim. Në zgjedhjet e fundit në VI,